I dashur publik, të dashur shqiptar, me mbrëma dhe përshëndetje përsëri. Ajo që ka deshta me fol shkurtimisht në këtë moment është lidhur me përshpëritjet, zhurmat e panumërta ndaj ambasadorit kosovar në Kroaci, Martin Berishajt. Redaksia jonë në ditën e djeshme ka marrë informacion të konfirmuar se gjykata themelore në Prishtinë ka mbyllur hetimet ndaj ambasadorit shqiptar, pra kosovar në Kroaci, Martin Berishajt. Nuk kam asgjë konkrete për të thënë lidhur me këto, përveç asaj që këto hetime janë mbyllur ndaj tij, të gjitha pretendimet janë hedhur poshtë dhe desha t'ju tregoj një përvojë timen kur ne u patëm interesuar lidhur me pretendimet se zoti Berisha ishte përfshirë në këtë apo atë të lloj aferash korrupsioni, të cilat nuk I kujtoj tashmë aq shumë të panumërta u patëm bërë, që fërfëlliteshin në për rrjete sociale, entitete mediatike. Berat Buzhala ka qenë një prej njerëzve që I printe kësaj meseleje, këtij tregimi të pa dokumentuar, të pa vërtetuar, të pa balancuar profesionalisht dhe të pa kontrolluar në respektin e etikës profesionale gazetariske. Ne në fillim e patëm vrejt që këto entitete mediatike në Kosovë, që nëse u analizon narrativen editoriale, është krejtësisht në favor të Beogradit zyrtar. Po ajo është temë tjetër. Këto fillimisht I referoheshin disa mediave që I qunin media të rëndësishme, prestigjioze, slovene. Që dërgjoja, ato e pas kanë pas hulumtu rastin e Martin Berishajt, edhe I pas kanë gjetë gjitha ato fardzezat që këta I pretendojshin, edhe aty që ka bo mohabeti. Kur e patëm verifiku na emnin e mediave që cilët këta rrejshëm I citonin, e patëm gjetë një website ku shumica e artikujve të postum në atë website ishin lorem ipsum. Do më thonë, kur ta bleshti formatin e një website për me instalu në infrastrukturën tënde, shumica e artikujve janë lorem ipsum, si ku me thonë shembuje të tjerë me artikuj, dhe si kur t'ishin ata media prestigjioze, do të kishin material shumë më shumë se lorem ipsum. Pastaj, krejt artikuj që ishin ndërtu në atë website që na e kujtojmë në vitin 2022-2023, ishin artikuj që e përmendnin vetëm Martin Berishën. Kur e kemi pas testu integritetin e domenit, se kur ai website u pat maru, ai website ishte maru vetëm 2-3 muaj në atë kohë sa kishte filluar krejt zhurma dërdëllisëse për Martin Berishajn. Prandaj, ne si redaksi, duke qenë se ishim duke u orientuar kryesisht në vëzhgimin, monitorimin edhe ekspozimin edhe sfidimin e entiteteve armiqësore të jashtme kundër Kosovës, sepse Kosova atëherë po përballej me mundësinë e agresionit para ushtarak serb ndaj veriut Kosovës, një përpjekje për ta aneksuar atë, siç edhe u përball pastaj me 24 shkurt 2023, dhe ne duke e parë që krejt këto pretendime janë shpifje, janë rrana, janë dërdëllisje të një strukture të çuditshme, e patëm braktis atë temë dhe nuk u patëm marrë me të. Por duke qenë se jemi në komunikim, jemi duke ndërtu komunikime redaksionale, profesionale me gjykatat e Kosovës dhe prokurorit, ne kemi marrë informacionin se gjykata themelore në Prishtinë ka mbyllur të gjitha hetimet ndaj rastit Martin Berishaj. Unë nuk e di çka bojnë tash këta njerëz të cilët kanë shpif, kanë rajt, kanë piskat, e kanë ngrej zhag njëri tjetrin na për studio televizive të pretendu që krejt ato që kanë thonë janë të vërteta.
Qysh muni jo me vazhdu me egzistu? Kjo është rasti me konkret. Po ka raste të panumërta, të cilët këta kanë vazhdu, kanë rajt, deri sa e në lodh, deri sa mo edhe vet kanë fillu me besu rënën e vet. Ta keni parasysh i dashur publik që këto entitete mediatike duhet me u zhba. Këtyne duhet me andalu të drejtën për me vazhdu, me funksionu në hapësirën tonë. Sepse nuk janë asgjë pos helm, pos gënjeshtra, pos shpifje, pos nxitje edhe sulm të një atmosfere paqësore ku njerëzit mund të debatojnë, të diskutojnë edhe të pajtojnë që të mos pajtojnë me gjëra të cilat nuk mund të pajtojnë. Po ti nuk mund të bësh debatin e shëndetshëm të shoqënisë për zhvillimin politike në Kosovë nëse nxit një armiqësi kaq të thellë me plot shpifje dhe gënjeshtra. Nuk mund të bësh debatin e shëndetshëm të shoqënisë në një ambient kur ki media agresive që e kanë për qëllim të vetëm me shpif, me zhvendos vëmendjen në tema të rëndësishme, sepse këta merreshin e bënin zhurmë për Martin Berishën, duke u përpjek me shpërqendru vëmendjen qytetare në faktin që Serbia ishte duke përgatit për me sulmu Kosovën, siç edhe sulmoi në shtator të vitit 2023. Këta do më thënë vazhdimisht janë përpjek me shpik tema, e mbi tema, vetëm e vetëm për me shpërqendru vëmendjen. Shikoni, tash kemi një situatë jashtëzakonisht të ndjeshme të sigurisë kombëtare. I kom pa e pas kanë shpik në emën Lule Gjeli. Po pretendojnë që pas kanë identifiku dikon e kush koka, nuk e di. Po të mënë, është i njëjti entitet, i njëjti grup i njerëzve që vazhdimisht shpikin tema të paqina. është shpresoj që institucionet fillojnë me marrë vetën edhe me kuptu që këta janë kërcënimi i sigurisë kombëtare. Është habi. Ton kohën akuzojnë se dikush po i shane, dikush po i kërcënane ku ta dione. Veç redaksia jon ka bloku më shumë se 2000 llogari të rreshme, të cilat shojnë, e kërcënojnë, e fynë, e lloj idiotësinash i shet që shkruajnë aty. Po nëse kemi plan me bo atë punë tem, e shkruajmë, kemi bo raportet, e kemi dokumentu, i kemi bo fotografimin e identiteteve të rreshme, linkave, ku ta dione, i kemi bloku gjithashtu që të mos u japë mundësinë më me vazhdu me helmu hapësirën tonë mediatike, edhe shnet, këta po bojnë temë kombëtare këtë vapune. Po tash kush po urren redaksin tem? Janë çata njerëz që po e nxisin që të lloj urrejtje. Prandaj unë nuk kam kunifar motivi për me u besu këtyne sikur në pikë të ditës këta të më thojnë që është duke rrezuar dielli. Me të vërtet duhet me provua po të nxenë në lëkurë apo jo. Nëse këta thonë që po rrezon dielli, edhe nëse e shet dritën. Këta janë njerëz të pa dinjitetshëm, të pa integritet, të korruptuar dhe të korruptueshëm, janë pjesë e strukturave kriminale, hajduteske, tuxharllëqesh, të cilët e kanë shit Kosovën për 20 vjet, e kanë plaçkit, e kanë instalu Serbinë në Kosovë dhe të cilët kanë hesht para vrasjeve politike të politikanëve, luftëtarëve të lirisë edhe gazetarëve. Këta njerëz kanë integritet me fol për gazetari. Krejt narrativa tyne editoriale është në favor të Beogradit, zyrtarë dhe politikave tyne agresive, kundër Republikës Kosovës. Qoshim me shnet për sonte, mos harroni abononi me Kronikat e Barutit.